Diplomacia e vendit tonë, sipas ministres së jashtme Elisa Spiropali, nuk i përgjigjet nevojave të kohës. Në Komisionin për Europën dhe Punët e Jashtme, kryediplomatja shqiptare, teksa prezantoi projektligjin për shërbimin e jashtëm, theksoi se këto ndryshime në ligj vijnë si nevojë e kërkesave të reja. Se një dekadë boda ka ndryshuar me ritme të shpejta, ndërsa diplomacia jon ka mbetur e lidhur me struktura dhe rregulla që nuk i përgjigjen më nevojave të sotme. Një riorganizim i thellë institucional dhe profesional për ta përshtatur diplomacinë shqiptare me ambicet e kohës re dhe me kërkesat konkrete të procesit të antarësimit BE. Ndërkaq, kryetari i Komisionit të Jashtëm Igli Hasani theksoi se aktivizimi i vendit tonë në politikën e jashtme sjell dhe nevojën e shtimit të burimeve njerëzore. Projektligji është hartuar në parafrim me praktikat më të mira ndërkombëtare, pasi procesit gjatë dhe intensiv pune, i cili ka nisur, siç e thash, në fillim të muajit shkurt të 2024, se në këtë proces janë përfshirë jo vetëm përfaqësues Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme, por edhe institucione tjera të rëndësishme, si Ministria e Drejtësisë. Po ashtu, aktivizimi i lartë ndërkombëtar i Shqipërisë ka treguar nevojën për burime njerëzore dhe ekspertizë shtuar, e për këtë arsye projektigji hap shërbimin e jashtëm për shqiptarët që punojnë në organizata ndërkombëtare, duke mundësuar përfshirjen e ekspertizës më të mirë kombëtare në diplomacinë shqiptare. E pranishme në komision, opozita u tregua skeptike, teksa u shpreh se projektligji i ri për shërbimin e jashtëm nuk ka asnjë risi, ndërsa ngriti pretendime për shkeljen e emërimin e diplomatëve të jashtëm.